Hekurudhave ukrainase qëndrojnë të palëvizur në platformën kryesore, ndërsa motorët me navë vazhdojnë të punojnë dhe bora bie pa ndërprer. Treni nuk është nisur drejt asnjë destinacioni, por po shërben si një pikë shpëtimi për qytetarët që kanë mbetur pa energji elektrike, ujë të pishëm dhe ngroje. Këta janë të ashtuquajturit trenat e pamposhtur, një iniciativë e autoriteteve ukrainase për të përballuar pasojat e sulmeve ruse mbi infrastrukturën kritike dhe për të rritur moralin e popullsisë. Brenda vagonëve gjen nëna me fëmijë të vegjël të moshuar dhe familje të tëra që kërkojnë pangrohtësi, ndërsa jashtë temperaturat zbresin deri në -19 gradë Celsius. Presidenti Volodymyr Zelensky ka akuzuar Rusinë se po shfrytëzojnë qëllimisht dimrin e ashpër për të goditur termocentralet, depot e energjisë dhe rrjetet e furnizimit, duke e bërë jetën e përditshme gjithnjë më të vështirë për qytetarët ukrainas. Ndërkohë, kryebashkiaku i Kievit sugjeroi këtë javë që banorët që kanë mundësi të largohen përkohësisht nga qyteti për të lehtësuar presionin mbi burimet energjetike, një deklaratë që u shfrytëzua nga Rusia si shenjë dobësie. Pavarësisht këtyre vështirësive, shumica e banorëve të Kievit mbetën stoik dhe të vendosur për të qëndruar. Autoritetet lokale po përpiqen të ofrojnë ndihmë shtesë, duke ngjitur dhe tenda me ngroje në disa zona të qytetit ku qytetarët mund të furnizohen me energji, ujë dhe ushqim bazë. Edhe pse ky dimër jashtëzakonisht i ftohtë edhe për standardet ukrainase, pritet të zgjasë vetëm disa muaj dhe kriza energjetike të zbutet. Frika kryesore mbetet se lufta nuk do të përfundojë shpejt, por shumë ukrainas pasiguria dhe humbjet e vazhdueshme njerëzore janë kërcënimi më i madh përtej të ftohtit dhe mungesës së energjisë.